Kënaqur me një gjë, që organizata kriminale i ka filluar procedime, ka hetuar, ka nxjerrur arreste, dhe organizata kriminale që unë zoti Berisha. Se kështu në fatë si, kupton çfarë paradoksi kemi në këtë vend. Pra, akuzon se kam thënë herë tjetër që nëse do kishte PD dhe opozita një alat më të rëndësishëm se kushdo forcë tjetër politike që padisuni kanë vlerën e vet, që të jemi qartë, vota, ai sa kanë 1, 2, edhe koalicioni madhështori si 6 parti 25 tjerët, por ajo që ishte pazëvendësueshme ishte SPAK-u. Pavarësisht problematikës që ka SPAK-u, pavarësisht që nuk është në nivelin ku kërkojmë ne, por nuk mund të thuash dhe nuk mund të akuzosh edhe madje ta shkatërrosh, ta demotivosh dhe gjithçka duke u quajtur organizatë kriminale. Që unë jam ai i cili njoh mjaft mirë ato prokuror, se kam pas kolegë, kam pasur jo Serian Vilia, kolegë Serian Vilia, por kolegë vërtet, jo fake, që të jemi qartë, si me një pjesë mirë të tyre kam punuar me prokurorët aty dhe i njoh disa prokurorë jam me vërtet me integritet. Dash ta besoni, dash mos e besoni, le të keni iluzione, po e them, nëse ka një burr me integritet të jashtëzakonshëm se prokurorët, tu i thonë nga zoti Domani dhe disa njerëz të tjerë janë të jashtëzakonshëm. Tani, është një punë shumë e vështirë me qenë në prokurim, me bë një dosje. Tani politikanët janë mësuar që vetëm ta çojnë gojen, dhe kur vjen puna për veten e tyre, asnjëherë pastaj nuk kërkojnë se si ndodh një gjë. Kurse prokurorit Zotësule, se pas keni ardhur me kollare me peshkaqen, me sa po shoh, po i kap SPAK-u peshkaqenët e krimit? Për mua, për mua, te krimi organizuar është në lartësinë e duhur. Jo atje në pika 10, në nota 10, por është lartësinë e duhur. Mos harrojmë që ka qenë dhe prokuroria e krimeve të rënda, e cila, kur ka qenë në të kohë, që te krimi organizuar pa sukses, që goditi shumë banda,